Shqipëria është renditur në vendin e 83 në botë në indeksin botëror të lirisë së shtypit të reporterëve pa kufi, ku Ora News vlerësohet mes mendjeve kryesore në vend. Raporti evidenton një rënje në 3 vendet të Shqipërisë në renditjen globale, ndërsa vlerëson se liria e shtypit dhe pavarësia e medjes kërcënohen nga konfliktet e interesit të biznesit dhe politikës, një kuadër ligjor i mangët dhe rregullim partijak. Reporterët pa kufi nënvizojnë se edhe pse i paplot, dekriminalizimi i shpifjes pritet të jetë i dobishëm për lirinë e medjes, ndërsa në anën tjetër thonë se gazetarët përballen me presion politik, sidomos gjatë zgjedhjeve. Vetë censura vlerësohet se është e përhapur, por megjithatë mediat kanë krijuar një platformë për vetë rregullimin etik, e para e këtij lloji në Shqipëri. Duke i referuar kornizës ligjore, raporti thekson se edhe pse kushtetuta e Shqipërisë dhe angazhimet ligjore ndërkombëtare garantojnë lirinë e shtypit, mbrojtja e konfidencialitetit të burimeve është e pamjaftueshme. Përfaqësues të opozitës i cilësuan të dhënat e raportit si këmban alarmi për lirinë e medjes, ndërsa hodhën akuzën ndaj mazhorancës se po dobëson demokracinë, minon transparencën dhe u heq qytetarëve të drejtën për të qenë të informuar. Kosova në anën tjetër shënoi një përmirësim në lirinë e medjes, duke u renditur në vendin e 84 ose 15 vende më mirë se sa vitin paraardhës, sipas raportit ku thuhet se liria e shtypit në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi po përkeqësohet. Në vendet e tjera të Ballkanit Malizi renditet në vendin e 41 nga i 37 që ishte vitin e kaluar. Maqedonia e Veriut ka shënuar rënje duke u renditur në vendin e 45. Bosnia dhe Hercegovina ka zbritur në vendin e 90, ndërsa Serbia renditet më keq nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, duke qëndruar në vendin e 104 në botë. Në indeksin e organizatës në vendin e parë për lirinë e shtypit renditet Norvegjia, ndërsa në vendin e 180 është Eritrea.